Mbani uthullmolle në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 9 probleme. Uthulla e mollës ul shtypjen e lartë të gjakut, ndihmon në rastin e sëmundjeve të fytit, tretjes dhe problemeve të çrregullimeve të saj. Metabolizon dhe përmirëson qarkullimin e dobët të gjakut dhe gjithashtu ndihmon në ruajtjen e linjave tuaja trupore. Sipas Healthy Side, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës në dietën e përditshme. Ajo është e mirë kundër lodhjeve kronike. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duhet të përzieni 3 lugë të vogla me uthullmolle në një filxhan me mjaltë dhe masën e fituar ta vendosni në kavanoz. Në çdo mbrëmje përpara gjumit të konsumoni 2 lugë të vogla të kësaj përzierje. Ekziston edhe një mënyrë tjetër e konsumimit. Një lugë e vogël me uthullmolle mund të shtohet në një gotë me ujë dhe të pihet gjatë gjithë kohës së drekës. Kundër dhimbjeve në nyje, gjatë natës duhet t'i mbështini vendet me dhimbje me një copë të cilën është lagur mirë me uthullmolle. Mbi të vendosni një stovë të leshtë. Gjatë secilës shruajtje duhet të pini një gotë ujë në të cilën keni përzier edhe një lugë të vogël me uthullmolle në të. Është e mirë për humbjen e peshës, për çdo mëngjes me stomak të zbrazët, duhet të pini një gotë me ujë të tretur në të një lugë të vogël me uthullmolle, ose gjatë secilës shujtje të pini një gotë ujë me 2 lugë të vogla uthullmolle të tretura në të. Trajtimi zgjat për 2 muaj, ndërsa humbja e kilogramëve arrihet për shkak se uthulla e mollës ndikon në djegjen më të shpejtë të indeve të tepërta yndyrore. Uthulla e mollës është kundër venave të zgjeruara. Për çdo mëngjes dhe mbrëmje, lëkurën mbi venat e zgjeruara duhet ta fërkoni me uthullmolle të pastër. Përveç kësaj, duhet që edhe 2 herë në ditë të konsumoni uthullmolle të tretur në ujë. Terapia mund të zgjasë për 1 muaj, por gjithçka varet edhe nga toleranca e organizmit tuaj. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimet dhe vlerat e këtij produkti. Po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme, të cilat i referohemi, konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe për organizmin. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë të acidit, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet tretet gjithmonë në një filxhan me ujë. Sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjedhe uthullmolle në një filxhan me ujë. Çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni uthullmolle çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Përfitimet e pafiltruara të uthullës së mollës janë se ajo është e pasur me fibër që mbron edhe stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ që zgjidh çështje siç janë konstipacioni. Përmirëson pH-in. Uthulla ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur me ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Është e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që del shpesh jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Është e mirë kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në trup. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, efekt që zgjat deri të nesërmen. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin më të mirë të mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe gjithashtu ndihmon edhe për të rënë nga pesha në kilogramët e tepërt. Uthulla e mollës është uthulla e prodhuar nga molla e grimcuar e fermentuar, sheqeri dhe majaja,
dhe është gjithashtu një përbërës kryesor për turshit, marinimet, salcat e sallatave dhe shumë të tjera. Mirë po uthulla e mollës vjen në ndihmë si një recetë shtëpiake për një sër problemesh, përfshirë këtu ato të urthit dhe për të luftuar mikrobet. Sipas studimeve të fundit mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit dhe të promovojë humbjen e peshës, ndër efektet që zgjat edhe me pozitat shëndetësore. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është e pasur me element të lartë shëndetësor. Përbërësi kryesor në uthullën e mollës është acidi acetik, që i jep trupit tuaj një aromë akoma më të fuqishme. Studiuesit nxjerrin mendimin se ky acid është përgjegjës për përfitimet e mira që i ofron shëndetit, dhe si i tillë mund të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet. Gjithashtu, uthulla e mollës do të largojë baktere të dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e patogjenëve dhe disa lloje të bakterieve të dëmshme gjithashtu. Uthulla gjithashtu vepron si një ruajtës për ushqimet, pasi studimet tregojnë se ajo mund të ndalojë baktere si Escherichia coli që të rriten dhe të prishin ushqimin. Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu edhe personat që kanë luhatje të sheqerit në trup. Uthulla e mollës mund të cilësohet si mrekulli bërëse edhe për njerëzit që vuajnë nga luhatjet e sheqerit, i cili karakterizohet gjithashtu edhe nga rezistenca ndaj insulinës ose pa aftësia për të prodhuar insulinë. Është një provë klinike e vitit 2019 që rekomandon konsumin e uthullës së mollës, që mund të ketë efekte të dobishme në indeksin e glicemisë dhe të stresit oksidativ të individët me diabet ose dislipidemi. Për më tepër, një rishikim tjetër provuar klinik në vitin 2021 citoi se uthulla e mollës është e mirë edhe kundër glicemisë të rriturit. Uthulla e mollës ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ekspertët kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbasë më lehtë të kilogramet të tepërt. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle me një vakë që përfshinte ushqime të ngurta, raportuan se ndiheshin më pak të urritur për 125 minuta pas ngrënies. Për më tepër, ato gjithashtu ndaluan se ngrëni ushqime për 3 deri në 4 zakone të ndryshme të ditës. Uthulla e mollës do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj. Problemet kardiovaskulare janë nga shkaqet kryesore më të mëdha të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen me konsumin e duhur të uthullës së mollës, citon Healthyside. Gjithashtu, uthulla e mollës do të përmirësojë shëndetin e lëkurës. Uthulla e mollës përdoret si një trajtim tipik për problemet e lëkurës si ekzema dhe lëkurat e thata. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë, mund të jetë më pak acide për njerëzit që kanë ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit të pH-it të lëkurës dhe të forcojë barierën që e mbron atë. Për më tepër, pastruesit alkalin dhe sapuronarat mund të përkeqësojnë ekzemat dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të tyre. Uthulla e mollës mund të përdoret për të shpërlarë flokët. Sigurisht që mund të hollohet gjithmonë me ujë. Njerëzit besojnë se uthulla e mollës si balsam është zgjidhja më e mirë për flokët të mëdhavsh dhe me shkëlqim. Provoni të përzieni shampo me sodë buke dhe pastaj të shplani flokët me uthull molle. Përdorimi i uthullës së mollës për flokët do të balancojë pH-in dhe ndryshimet që mund t'i bëni atij. Përdoret për të pastruar gjithashtu edhe perdet e dushit dhe përdoret edhe për të rënë nga pesha. Shumica nuk e kanë ende fort të sigurt për këtë, por ekspertët tregojnë se konsumi i saj të tretur në ujë mund të përmirësojë ndjesinë e ngopjes. Gjithashtu, uthulla e mollës mund të përdoret për të përmirësuar dukjen e lëkurës kundër akneve. Edhe pse disa njerëz besojnë se uthulla është ashpër për fytyrën, por e tretur në ujë mund të balancojë pH-in e lëkurës dhe të ndihmojë gjithashtu në zbardhjen e njollave të lëkurës dhe mbi të gjitha në largimin e papastërtive të njëpasnjëshme të saj që shkaktojnë edhe problemin e akneve. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.